Mbi 14 milion euro është shuma e përgjithshme që është rimbursuar përmes kuponeve fiskal nga administrata tatimore e Kosovës, që nga viti 2015 kur ka filluar kjo kampanjë për të vetëdijsuar bizneset për të lëshuar kupon dhe qytetarët për t'i kërkuar ato, kjo është vlerësuar si sukses i fiskalizimit të bizneseve dhe parandalimit të ekonomisë informale. Valentina Bytyshi Sefa, zëdhënëse në ATK, ka treguar për Tribuna Channel se rimbursimi do të vazhdojë edhe për vitin 2017, vetëm se mënyra e rimbursimit do të ndryshojë. Ne do të vazhdojmë pasi se siç e thash, qëllimi vetëm është të rritet vetdia e qytetarëve për të kërkuar kupona fiskale dhe njëkohësisht të shtyhet procesi fiskalizimit matutje. Procesi fiskalizimit është proces permanent i cili vazhdon, do të jetë i vazhdueshëm përderisa ka ardhje të reja të bizneseve në treg edhe duhet bëhet edhe shtrirja e procesit fiskalizimit. Do të pësojnë ndryshime, do të jetë më ndryshë, nuk do të jetë kjo formë, po sigurisht që thash qytetarët kanë më njoftu me kohë se si do të bëhet forma aplikimit. Ajo ka shtuar se efektit e kësaj forme të shpërblimit të qytetarëve ka pasur përfitime për zbatimin e ligjit dhe edukimin tatimor. Që nga fillimi i kësaj kampanje, domethënë në vitin 2015 e deri më tani janë përcjellur për rimbursim rreth 800.000 qytetar me gjithsej mbi 14 milion euro kanë kaluar në llogaritë e qytetarëve të cilët kanë aplikuar për të rimbursuar me kupona fiskale. Edhe qytetarët janë shprehur të kënaqur me këtë formë të rimbursimit të kuponeve fiskal dhe se kanë fituar mjaft shumë që kur kjo kampanjë ka filluar. Fitim ka si me të kaluar që s'kemi nxjerr kur gjë për TVS, tash është shumë e mrekullueshme. Ajo është e mirë, fitoj 20 euro për shkak të kupona për një muaj ditë, po u çojnë informata ATK-s. Po kuponat fiskale dorëzojmë dhe kjo mund të më mirë për ekonominë e një vendit. Për shembull se kena fitim edhe për atyme. Sa shpesh i ke dorëzuar? Lloj një 2-3 herë më shumë. Sipas udhëzimit administrativ numër 1/2015, për të gjithë konsumatorët që grumbullojnë kuponet fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponeve fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori.